dënon. Ky që ka shkatruar arsim, ka shkatruar shëndetësi, që ka varfruar, që ka shpopulluar. Ky hajdut që me bandën e tij dhe hajdutet e tij në pushtet prodhon ligje, dhe ata që kanë blerë para për të ngrejnë në rjesht kartonin për t'i miratuar ato, vetëm për të mbrojtur atë dhe familjen e tij, për të ligjëruar vjelljet e tij ditë e natë. Dhe ky po na vjell ne, të dashur miq, të dashur qëndrestar. Prandaj sot unë i them Edi Ramës, hap syt. Ky është mesazhi që të jep Shqipëria. Shqipëria nuk të do. Shqipëria është këtu. Më mirë kapi ato 3 çakla, dil nga zyra, sepse do t'jenë shqiptarët që do të shporrin me turp.